sepse ky brez Vargmalesh është djepi i këngës folklorike shqipe, ku përkundën rapsodët më të shquar shqiptar. E ai sharkin e vetë ka thënë atëherë kur I ka dek nona vet, nuk ka përdorur më kurrat sharkin. Rustem Beqiri pa dritën e jetës me 17 prill të vitit 1939. Kur më isha me të vërtetë, rast, më zotën isha po dal miku. Nxjerrja publike asaj audiokasete pas 4 dekadash në një aheng familjar ishte një befasi e ëmbël dhe një tronditje për farefisin mbar. Shkurt, ajo është ringjallje e Rustem Beqirit, se ta mund më kujton Rustem Beqiri si kom njohur. Kjo kaset është incizue në fillim viteve 70. E kom marrë në Gjermani, edhe gjithë kur kisha dëshirë për mi kujtu këta njerëz, unë e lëshojsha. Po zot, çfarë kom çfarë? Ja do dikush 8 këngë 10 këngë, tash do t'i dëgjojmë bashkë. Bashkë mi ata? Bashkëtua që. E pesha e djallit e ja kom që dishe. O, vallahi s'di. Hajde, kamera mu. Vallahi s'bëmë. Nisja pak. Mirë bëll në to majerit ju posi. Si so ka dal dole. Po dëm rrit, nuk rrit në Në tjete, bërë si lira o fjelun letër. Në shaj. Nuk banë para djale është. O një të rjeto e. Po, zmo. Shaj. Apo jo përqen muzika. Po, qashtu. E nisha ante e tambole. S'mu ma dush i verit. Dush i verit po të zi. Këtë pa prish I këmishën me të zi. Po me tramin e Shajakinës si dervishaqa. Po zoni ti është I njëjtë me dervishaqa. Kur e këndoj ke kongën e Lugit Baranit, ta merr ke mendja si është huq dervishaqa në kullat ku kthep. Edhe as frym nuk merrim para tina. Dhe as nuk mund të ishte ndryshe, përderisa rapsodi legjendar Dervishaqa, modeli I parë dhe I fundit Rustem Beqirit, të cilin e admiroi deri në frymin e fundit. I këmë rësë, ata pos vlek, ata pa dikush me qërë, kërshim që zhokonaj. I dokshëm e musesit veshën dhe. E në ti është I rike, Dervishaqa banona mu. Vera 2022 e bukur, e gjelbërt, e pastër dhe e plot shkëlqim. Ecja nëpër kodrina e shpatije të mbush mushkrit jetë. Çdo hap I hedhur nëpër këtë tokë, kujtimi së kaluars dhe imazhi së ardhmës teksa e tashmja na përqafon. Sepse të banishta e familje mund të kenë ndryshuar, sikurse edhe organizimi I rregullt I lagjeve të Bjeshkës të ketë mbetur në një botë tjetër. Zërat e zhurmshëm që mbushnin të bane oborre, humbur e tretur në përboshllëkun e pjesës dërmuese të banave të mbyllura, por Bjeshka e Strelcit është aty, veshur me petkun e njëjtë e të bukur të çdo stine. Edhe këngët e bilbilave po njësoj, si zërat e dikurshëm të fëmijëve në përlojra, këngët e vajzave në kthim nga fushat e boronicave, si dhe fylli I barinjve me bagtit në përkullosa. Po ato grika e maja për cilave sikur ende dëgjohet jehona e këngëve të rapsodve, epike si hovi prenjve, lirike si rjedha e gurrave të Bjeshkës.
sepse ky brez Vargmalesh është djepi i këngës folklorike shqipe, ku përkunden rapsodët më të shquar shqiptar. Shaniko bene vavolotine ete tono koshova e jam juo betime e pam juo betime. Në dobra shaqartia ishin këngëtarë të mirë sa e kanë majtë popullin edhe kanë zavendësu dervishaqen në Kosovë. Mamalit ka shadidia madajriwie Momentu poezike te mando poetovojke Rustem Beqiri, kur vike në luk tepër pikrisht në kullën e një modem dhe kënoj ke matë sharki, në gjithë rinia lukës në dasë me uhushim e një vëshën, në mërkemenja se është arë dervishaqja në kullën e një modem dhe në luk tepër, Rustem Beqiri, kur e kënoj ke komën, da që i shqiptimës Lujmarova, da Ikona e folklorit burimor shqiptar Dervishaqa i përjetshëm në kujtesën e zemrën e popullit, si dhe lapidar në fondin e artë të trashëgimisë kulturore shqiptare. Ai mbeti shembull i rapsodëve të shumt pas tij, ndër të cilët ishte edhe rapsodi Rustem Beqiri nga Strelthi i Deçanit, i konsideruar si sozia e rapsodit legjendar. Dervishit. Mas pare kum pa kur e kem feju Shaba Beqirin. Kur e kem na kanë pu fjallën, i në ardhë isniq, i rëgjamet, Bajram Zheqa ardhë, me tafil boletinin, edhe me isniq, ka e kona ta pike pik. Tafil boletini i bëri vëllau të Isa Begit. Vetin i mbledhti, Bajram Zheqa ardhë. Jemi iftari për Bajramin. Vrap, po shtarë Dervishit. Atje e kanë njës të një. I këmë mërë se ata pos vlek, ata pa dikush me qërë, kërshim që zhokonaj. I dokshëm e mushesit veshën vesh. E në tjë që i rike, miza unë ike. O Dervishaqa, kur kishalti të kallë ka bi. E mërë shë të rëgjamet, një manzere ka pa pro, shamani. Vypi, sa mu isha Allah. Dervishaqa bënona mu. Rapsodi strelcian Rustem Beqiri këndoi në vitet 70, por për shkak të rrethanave të kohës u shua, duke lënë pas vetes vetëm një audiokaset e cila bartë gjithë vlerë dhe mirëfillta të folklorit burimor shqiptar. Rustem Beqirit nuk është më ndër ne, por zëri i tij vazhdon të jehojë tutje, jo vetëm brenda familjes së tij, por në përmjedisit e të gjithë atyre që duan këngën burimore folklorike. E kanë qu burrat moro me posite. Vizita e tyre që la pas vetes gëzim me ngushëllim për zemrat tona, ndërsa rrëfimet e tyre sjellin në imazhin ton Rustem Beqirin siç nuk e kishim njohur. E kom parë një herë kur shtarë në Bjeshk, një djerë këtë motrën e vetë ka pas në Bjeshk. Motrën e vetë e kom pas për djalë misë, babës temë. E që atëherë, o mundu me më pa, po s'ka mujtë se kur dule mu njëzë vargi, jem përzi me shoqe të kujshive. Po, karvani Zhdjergave. Po, mi djerga ta familjen e motrës vetë. Edhe ti ishe? Unë isha me nëne, me babë, me qikat miqëse, u përzjeva me to dhe s'ka mujtë më pa. Unë e kom pa, kur unë esem në ardhë këmena, e kom këthy kryet e kom pa.
I shkon në ata djemë të tyne aty, ngarkullë kualt më dhjerë për i pjeshke, në karvaj të poshtë. E në karvaj maro o qirë, o me vorë gjallije me najbe Edhe pas 5 dekadash, Zyrafetja kujton rastin e parë kur e dëgjoi të këndonte në odën e burrave dhe zëri i tij vinte hovshëm nga frëngjit e kullës në obor, ku familja po pushonte nën hijen e malit shumë vjeçar. Kur jo marrë njën se jem konë huzë në barë, edhe kunjati jam, Shabani, kjo konë neltë në sobë të kënua. Tha, apo ki qef një të kënu, thash po, tha, që shkon sobë atje neltë. Po si jem hi për deri ka ardhë marë, e nuk ka kënu ma. Ka kënu shumë kongë, po tëna mu dëkshin të mira. E do le ljëtë po malën qërshami E vantron mando pero mu te grandi E mu te grandi moro mu te mjeri Jem djegë krejt ato traka tina tash, s'ka movi si qike e kunati tem, e ka zbulu kongët e tina tani. Tërni shkojnë Shqipni, ja ka ble Beqiri Sharkijen. Mas i ka dek nëna, këso shku dasma mo. Vish për hatër Beqiri që ja puni Sharkijen për atjehit, në Gjermani ka kënu. A mo në për oda nuk o shku mo, kur. E a i Sharkin e vetë ka thyë atër, kur i ka dek nëna vetë, nuk ka përdorë ma kur atë Sharkin. Por u këthyë nuk e gjetë nënën e vetë, pej mërzije, pej... Edhe zdetëm Gjoviq kur e kapi më shoj dangë për gurja, dhe thej. Si bi mo, tha, nuk i bi mo kur, tha, mas si më ka dek nëna, nuk i bi mo. Si është me jetu me mungesën e ti? Fështirë, vëlla, fështirë. Nuk i lëshojmë trakat e ti fartë se për mërziten ku t'jam një zonë. Audiokaseta incizuar me magnetofon Grundig e vetmja mbetur nga Rapsodi Strelcian do të dalë në dritë për auditorin e gjërë pas pothuaj 40 vitesh. Përderisa reportazhi radiofonik i realizuar në vitin 2008 e risjell mes nesh në moshën 69 vjeçare.
Rustem Beqiri pa dritën e jetës me 17 prill të vitit 1939 si fëmijë i tretë i prindërve Beqir Rustemi nga Strelci Poshtëm dhe Ajni Lika nga Carabregu. Mbetur jetim në moshën 7 vjeçare bashkë me vllain e vetëm Shabanin dhe motrat Nifen, Monin dhe Hysen u rritën me përkushtim nga ëma e tyre urt Ajne Metja. Pas vdekjes së tatit Beqir Rustemit, një burr i shquar dhe përkrahas i flakt i arsimit, rruga e diturisë për të dy djemt jetim, njëri 7 e tjetri 9 vjeç, u ndërprej. Por përderisa vllai i madh Shabani pranoi fatin dhe me përvuajtje u nënshtrua atij, shpirti i Rustemit të vogël rebelohej në vazhdimsi, sepse ai e ndjente se ishte i krijuar për më shumë dhe se kishte diçka që e dallonte nga moshatarët e vet. Por edhe pse dhuntia e tij për këngën u vret që kur ishte fëmijë, rastet e vetme kur ai mund të tregonte veten mbeten livadhet e bjeshkët kur ruante bagtin apo arat teksa prashiste me shoqëri. Përderisa një ditë, krejt pa pritur shkrep një rrezë drite kur djali i Axhës, Ademi, ja sjell një çifteli. Nuk thëshim livadheve, po, të në argat shti, hajtë mërë nëjë kongë, argat të prashite ja thëshim, bëj të prit, a këtyne veglave, sharkisë që të lisë. Mas pari, po të kalzaj. E për unë i Adem, i Beremiz, e ka pa për qëtëri pe, kokon në Vojana, kokon atër mësus. Qatë qëtëri e mësu ka pak. Atër mora 2 janë sy. Nuk të ka mësu kur kush? Jo, veç vetëm. Tëni, ka të aldale edhe, hitë qka me atë, qka me trame tëni, e kom diku edhe me qëtëri. Smojtash, veglave s'dimora, kushqysh. Shumë shpejt, kënga e tij do të mbeti vetëm brenda mureve të kullës Beqir Rustemit. Fuqia zërit të tij do të çajë muret e asaj ode në të cilën gjetën konak burre, trima dhe tar, për t'i huar në lagje, në katund edhe në fshatrat përreth, në prahengjet e të cilave do të ftojë në vazhdimsi. Po, që ashtu tash, po një dasëm në katund, po shkon, bile mazdar ka shëshim. Del Rustem Beqir, më në mari, kom, delshim. Unë kom pas patriotike, kubrat mëqëm, që kanë liftu izboletinje. Këngët krishnike të cilat nga rapsodet këndoshin në përoda ishin të shumta, ndërsa Rustem Beqiri këndonte me respekt e pietet të lartë. Kërshka atia ka qiti zbajami 10 herën të pezite, për e këmë se ledi këmë dërë gjëmjeti. Urdu ka në unin erdhërjeki. Padishah po e thët Mileti, padishah po e thët Turkia, këtë kanëm statër shëfia. Pas në arruzë të konë një satër të konë, kur këmë isha me të thët detër, rast, ma isha zëtër dhe isha po dalë një kohë. A u pagujshë ti për këngën? Nuk s'ku marë pare. Kur këngatarë s'kanë marë pare këtë nërë? Dërvish shaqa që konë me demosh në zirin, si as s'ka pas aty para, as aty ma s'ka pas. Ka pa pol në këndiju në ato në rëdjanë. A i mërë demosh në zirin shumë këmë këtu në atë Kosovë të shkretë. Pa këndi që a kështë të rejnë Kosovë, kështë pa thonë. Po ishë që të këngatarë me pare, në defatuarët i mërshë me pare na. Që? Dhëmbja më e thellë braktisja këngës folklorike në një çast thyrje shpirtërore me vdekjen e nënës, e cila pasoi edhe me thyrjen e çiftelisë të tij. Kesh, kur është mu, po të zgozë që më ndaj, se atër që të shirpe pune. E qatë nëtë, tu. Une varë në pejnë, une dekë, thomë dekë pa në pejnë, une, se shkojshë me trënë tërë. Ka përcil baca, me kërë o krynë, e kanë gjithë dekë në tërë. Në kopë shtetë, në sopë madha tërë, në 2 përzoreve. Pilatë sharkima ka falë, hajrullah për uqi. Ishtë një që në mëllë gjivë. O konë e mirë, e mirë fartë, vëtë në më ka ardhë, ashtu të ku ka përbishti. E për dur që, tonë copa. A kishtë thanë nëna jo të kështu? Nuk ki thonë ajo, po vetune, se u mërzita. Zonit del me konë në qevë, kërë njëre, atër i ri, kërë konë nëna bele, këtë shash që të konë, barë si plumi. Kërë dhesha të qaja jo të me qute burë dhe kënë, nëna jo gjithë qaja. Mori barë si plumi, o me shur gjesh gajoj jo Nxjerrja publike e asaj audiokasete pas 4 dekadash në një aheng familjar ishte një befasi e ëmbël dhe një tronditje për farefisin mbar. Të dashur miq,
Në vazhdim kemi përgatitur një befasi. Fjala është për rapsodin Rostem Beqiri, i cili para 30 viteve këndoi dhe u shua si rapsod duke lënë brapa vetëm një audio kaset të incizuar në kushtet e atëhershme. Ta dëgjojmë pra në vazhdim Rostem Beqiri. Eshko ke majolo, eshko ke bubishe Amare ku pomshe Gëzimi buzëqeshit të përzira me lot ishte emocioni që shije në fytyrën e secilit. Ajo ka qenë befasi e këndshme, nuk mund të përshkruhet. Shkurt, ajo është ringjallje e Rustem Beqirit, se tamam më kujton Rustem Beqiri si kom njoft. Audio kaseta incizuar me magnetofon grundik mbeti e vetmja rapsodit Rustem Beqiri e mbijetuar djegjeve të luftës, por duke ju falenderuar miku të shtëpisë Met Nezirajt nga Luka e Deçanit, pas 40 vitesh do të dilte në dritë për auditorin e gjerë. Se neve në ka lidh puna, dashuria mes familjes. Edhe kështu që unë jemi interesuar se unë shumë e dua muzikën, edhe si i ri vetë jo marrë nga pak me muzikë, edhe kështu që ka pëlqy zëri i tij, Ramja Sharkis në melodit e Dervishaqës, edhe kështu që e kom rujtat kaset, e kom marrë në Gjermani, edhe gjithë kur kisha dëshirë për mi kujtu këta njerëz, unë e lëshojsha ko pas kohë. A ju kujtohet juve kur është incizu kjo kaset, kur konkretisht dhe ku? Kjo kaset është incizuar në fillim vite 70. E qysh atëherë unë e këto e kom e rujt. Ku është? Nuk muj me thonë sakt, por e kom marrë ndoshta edhe për i dikuj se më ka pëlqy. Edhe kështu që sot ekziston edhe dalë në dritë për sëri. As i biri i Dervishaqës nuk mundet me ja përkra me losit si ka po Dervishaqja. Për pos ka qenë dobra. Rapsodi Rustem Beqiri mbeti viktime rrethanave familjare kur me një vlla të vetëm, njëri prej tyre duhet të migronte për një jetë më të mirë për familjet e tyre. Do të lejoni të shuhej si rapsod? Kudo për këto. Në pjedestalin më të lartin, si Dervishaqën, si është një histori kombit, e kësha që u dhe Rustem Beqiri. Po abot vetën. Ti ke këndu me agjën tonë sa ishe i vogël, a mundesh me shkoqit disa kujtimet asaj kohe për dëgjuesit tanë sonte? Dëgjojmë si me shangata. Ndani më mua. Kujtimi veçantë është sa ka ardhur për i Gurbeti, na ka mbledh gjithëve ofër, si mu, si motrën, veçanërisht motrën e madhe, po dhe tjerët, edhe i mshë keq të lisë, po lasit fëmijë i harrojshin tekstet e kongëve. Edhe mas shumë ti mund ka bërë presion kur i harrojsha kongë ma e ke kop, se mi harron pjesë. Edhe më kalë se ki që është të duhet. Kone me kone, ajo më knaqë këtë. Bryk më të madhe, bre. E more manja shiken, e leva manete. O more shesha shike, e Këtë këngë kënduar në vitet 70, të cilën na e këndoi bjeshkëve, livadeve, por jo edhe odave, Rustem Beqiri përjeton me nostalgji deri në përlotje për rinin e ikur, për një botë të mbetur në të kaluarën, për kohën që nuk kthehet më. Normalno, që qëmë më 7 djeqe, 18-27 fajt. Përderisa ngushëllimi madh lajmi se pas një hulumtimi 5 vjeçar, më në fund audiokasetën e tij të vetme tashmë e kishim në dorë. Por zotë, çfarë këngë shkruan? Janë dikush 8 këngë, 10 këngë, tash do t'i dëgjojmë bashkë. Bashkë mjeta? Bashtuat janë. E besha e djallit e Jakon që dishe E jam të i prit e voha në sozite E besha e si komoroj sa me Qarët
Se pse më gjallë të ashti? Sërnojrën. Ma du me konë atë kohë të ashtu më dhonë Bankën Federale Gjermanisë. Vallahi po, me vjetë. Që ta shkësha ditë me rënu, të kësha më këthin që ato vjetë. Dhe shkon nga pishkam e dajre ditën atë. Ta shdimi e shakisë. Më do 2 janë zdimi jo, asë që të lisë. Zdi, kanë harruk ishtë atë e kretë. Por të këndon të atë natë asë që bëhi fjalë. Këmgullja nipit në stretit me dëshirën të përtri ndjenjën e fëmiris kur mblidheshin si zoqë të rrethti, ishte sfidë për rapsodin e vjetër e të shkëputur nga qiftelia tash kaq vjetë. Ai u reziston të lutjeve dhe shtyn të qiftelin me bedhë, por jo dhe të thoshte tekstet një këngë lirike të cilën rrëfente se si e kishte kënduar në bjeshkën e strelësit pikrisht tek guri nusës. Jo pasha zonë. Jo një bashk, nesi ati, unë të një moj. O, vallahi zdi. Hajde, komëra mu. Vallahi s'po mëj. Nesja, pak. Mirë bëll në to majeri t'ju po si so ka dal dole. Po dëm rrit, nuk rrit në tjete, bërë si lira o fjelën letër. Nuk jam liro, po jam dukate, po shohon në ropet për nate. Po kujtoj jo që t'komen shtate, kure prek jo qa shofi Fithote. Se? Po për t'jej nati tyja? Por t'y ko prek më shjet një kuna shajtë. Po. Nuk jom shuja, kom nish me Kojte. Po shkoj në shpi, po i veti Grote. Atë që zeze në ma pote, as ma poto që zeze në kune. Që atje poshto nër kantone, po e lanë faqe to me sapune. Ma nuk moj. Atat. Zotot, që ashtu në koma. Lanë faqe me sapune. Loj mio mirore. A jeti pushavo Hadi sana nesin? Dëzëm. Hadi hadi. Nuk ishte qëtu. Që, hadi. Ha! Vallahi shumë. Shko e morëm. Më shkoj. Nuk banë para djale është. O një të lijeto e. Shkoj. Apo jo përqen muzika? Po, qashtu. E nisa ande dam bëlleti. E nisa ande moroj një qereke. O edhe myqin e lupo kontente. Zëri i tij kumbushëm, tekstet kuptim plota dhe paraqitja e tij krenari e përhershme për familjen e tij, e sidomos për bashkëshorten e cila ndau jetën me ta. Jam konë krenare për atë punë, kom pas qef për e kom mizojnë, gjithë. Edhe sot kur t'jam jem e knaqe, po jem shumë e mërzitne. Pse atër tjetër zo ka pas. Po tash pleshnia e bët vetën, ka tjetër zo, ka tjetër muhabet. Po apet jem me ljumë të në për qëtë kohë që është, apet nuk o keq. Gërbeti e bët vetën me ljoke, ka najtë 18 vjetë vetën. Me të thmija, të shpia, të vlaznia, të gjithë i ka pas. Të kujtu, të menu dhe tash i ka mirë, o i knaqën, mi pa mesa plot. Shumë faleminderit në këtë mbrëmje që jam me marrë kujtimet tona të moshës. Unë 63 vjeçare, ky 69.
Varici, po ka herë ko nuk e. Po i qotë këtë kënë gjithë të në këto. Unë është di ku i kom i qëzu këto. Po di unë va para këtë në shpiteve. Të burat nuk kënonë to. Jo shazët të stitë ku kom kënonë. Po di vallahi. E na dulghezjave ver barastani Po vëzdesi kose dulgjit jarani Por mishek lina si zogu jashtani Në ishë në mërë djemë të ri në bjeshtë qëqin maqë. Ka shazëtën, kongë piskam. Bjeshka që shto ka. Ato ndike, në rapshë në bjeshke zë këta ishin djemë të në onë. Ko ishin bjeshtu një farzoni piskam. Fylla vë nësdishe filikajt të isha mira. Ku pas markë në bjeshkë. O kon një zona pritë të dola të dala. Ka le vesh po vjen fatë barda. Djale qiki ka për parë. E ka nu djalin e huj, riko pilë më dorë më shluj. Jom pas qef dishka s'po moj, si typën e di. Jom pas qef, po du më dek, shnet e lip, ka marrë si vjetë. Po tuta si po des. Po ta lo që leri shket. Nuk e di mo. Qashtu, dale. Mirë në zoftë zi, jetë paska qa e boli. Pero dresi ajo bultin privije Por brio me buti ajero drevesi Pat ma nën për vjetë qepi. S'mu ma ma dushki verit kohë të zi, këtë pa prishik nishin me të zi. Boni pjeshelebi Lupe man bigen ajo dushkujve Përderisa jehonin edhe këngët epike të frymëzuara nga ngjarjet historike, siç ishte kënga kushtuar adretarit i Sniqas, Haxhiti Shukut. Qëre, ato kanë qitë 2 djeme në bugat të Sniqit. 2 djeme. Pa ata se kanë ditë qësho konë punë e Haxhis krejt. E ne kemi ditë këtu, krejt qësho myte, konë myte, që ka bonë, qësho gjete krejt. E ko përmërsu 3 hise ma shumë sa ta. Krejt qësho konë pasha zëmë tik për tik. Haxhiti Shuku i burë në Kosovë s'ka pas ma mëshëm. Edhe i venit, edhe trim, atë tash politika e shkilo shmona. Rustem Beqiri, rapsodi viteve 70, u lindë u shua brënda një dekade, por edhe pse zëri i tij si asnjë tjetër ju afrua zërit të rapsodit legjendar Dervish Shaqa, nga fondi i tij pasur vetëm një audiokaseti mbijetoi kohës dhe luftës për të dalë në pah pas 40 vjetësh. Po me tramin e Shajakinës si Dervish Shaqa, po zoni i tij është i njëjtë me Dervish Shaqa. Kur vikën luk tepër, njodat luk sepër. Rustemi shkoheshin gjithë minigue ashtu se kur Dervish Shaqa si kënojke. Kur e kënojke kongën e lugit baranit, ta mërke menja si është hunç Dervish Shaqa në kullat luk sepër. Edhe as frym nuk mërshim para tina. Kur i thëjke kongës lugit baranit, kem lo besën duga e gjinit mes me lëshu tokat latinit. Tokë latinit nuk kem mi dhonë pa e mush me vorre, o ne mon. Ta thëjke Rustem Beqiri, me një zonë bukur së këtë Dervish Shaqës. Rustem Beqiri duhet më lidhë me Dervish Shaqën si në festival e shkëndezën mi shkelzen, si në gjitha punët. Se ka një zonë së këtë Dervish Shaqës. Dhe as nuk mund të ishte ndryshe, përderisa rapsodi legjendar Dervish Shaqa, modeli i parë dhe i fundit Rustem Beqirit, të cilin e admiroi deri në frymin e fundit.
Kom pas marakën të fort në dervishaqen. Kush kongatar, as aty e para, as aty më s'ka që ai. Është e dekta ja. Edhe nuk dikaj kongatar tash ti, kënoj kongë le. Tel sa barrika. Dervishaqja edhe më mashti s'ka. Kalzoj një ngjarje. Qika e Kral Nikols, kokona më të kohë martuar për kralin italian, Viktor Emanuelin, kongatarët e Evropës, kretë mbledhen në Rom. Festivali në qatë kohë, folklori shqiptar vendin e tretë në botë kanë zonë. Lidhja e ngushtë me vendlindjen dhe këngën burimori shqipe mbeti mesazhi vetëm dhe i përjetshëm. Kisha pas më porozit mos harroni folklorin shqiptar. Ndërsa jehona e zërit të tij na përcjell edhe pas kapërcimit të tij matan për të mbetur pjesë e pashkëputur dhe tejet e çmuar e thesarit të pasur të trashëgimisë son kulturore. Mario Luxembourg